Një tragjedi e rëndë ka goditur këtë të dije lagjen 15 në Durrës, duke lënë pas dhimbje të thellë dhe tronditje në komunitet. 2 fëmijë të moshës 10 vjeç kanë humbur jetën në mënyrë të tmerrshme, ndërsa një tjetër lufton për jetën në spital. Sipas informacioneve paraprake të miturit, shok dhe banor të së njëjtës lagje po luanin në trotuar kur një automjet tip Benz ML ka humbur kontrollin dhe është përplasur mbi ta, duke kthyer një moment loje në një skenë tragjedie. Njëri prej fëmijëve ndorroi jetë në vend, pa mundur t'i shpëtojë goditjes së fortë. Tjetri, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, humbi betejën me plagët e rënda pak më vonë. Ndërkohë, fëmia i tretë ndodhet në gjendje kritike nën kujdes intensiv, në një betejë të vështirë për jetën. Pas aksidentit, drejtuesi i mjetit u largua nga vendi i ngjarjes, duke braktisur automjetin. Ai është arrestuar nga policia pak kohë më pas. Një lagje e tërë është sot në zi. Lotët e familjarëve dhe dhimbja e një komuniteti të tërë dëshmojnë për përmasën e kësaj tragjedie që ndërpreu në mënyrë të padrejtë jetën e fëmijëve. Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje tronditëse.